Ju uroj në radhë parë gëzuar festa dhe fundvitit, gëzuar dhe vitin e ri 2013, vitin e ndryshimit, vitin e fitores sonë në 23 qershor, vitin që në të hapë rrugën për rinjën shqiptare për cilën ne të gjithë bashku jemi të vetëdijshëm se është detyra jonë që ta bëjmë realitet. Tani unë do doja të falenderoja shumë njerëz këtu, mbase të gjithë një nga një, po kjo është plotësisht e pamundur, dhe prandaj do të më lejoni që ta filloj me të rinj që kanë marrë pjesë në konkursin tonë online për fotografinë e ndryshimit. Në fakt ka qenë një pjesëmarrje shumë e gjerë, shumë e kënaqshme dhe ashtu si kundër ishte parapar, janë zgjedhur edhe 5 fitues nga vet rrjeti social, jo nga ne. Dhe ata 5 fitues janë Lambiano Golemi, Jonida Spao, Armando Ndreca, Geri Gjoko, është dhe një Ervin Rama. Që se kam qëtë. Kush është Ervin Rama? Hajde, edhe këj pa flokë. Nga Dibra, mirë. Spas kemi një. Spas kemi qëtë. Dibra! 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 Do juroj gjithë shqiptarëve gëzuar vitin 2013 dhe vitin e ardhshëm të ndryshimit. Besoj shumë. Përshëndetje, në radhë të parë ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri. Gëzuar sepse një vit se i mbar na pret viti me 2013, viti i ndryshimit dhe viti i rilindjes me në krye Edi Ramën. Gjithashtu për këtë nisëm shumë të bukur. Jam Geri, nga Fieri uroj të gjithë shqiptarët gëzuar vitin e ri dhe falenderoj shumë Partisë Socialiste për iPadin që më dhuruan edhe desha të uroj suksese Partisë Socialiste në zgjedhjet e vitit 2013. Përshëndetje, jam Mandi, ju uroj gjithë dhe gëzuar dhe vitin 2013 shpresojmë të jetë viti fitores për gjithë ne. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, unë jam Lambiano Golemi nga Berati, ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Bashkë me Edi Rama mund të arrijnë gjithçka. Gëzuar. Tani, kjo është festë, nuk është mbledhje, kështu që nuk besoj se ju keni dëshirë të dëgjoni fjalim, po në shumë pak fjalë unë do doja që të falenderoja për gjithë të vit që kemi kaluar së bashku, radhë parë deputetët e Partisë Socialiste të Tiranës, përfaqësuesit tanë në parlament, të cilët me shumë dinjitet dhe me shumë përkushtim kanë mbrojtur imazhin, kanë mbrojtur alternativën, kanë mbrojtur vlerat dhe parimet tona. Dhe ju uroj atyre gëzuar vitin e ri. Do doja të falenderoja po ashtu edhe të gjithë kryetarët e Partisë Socialiste të Tiranës, të çdo njësie bashkiake, kryetarët e njësive dhe kryetarët e organizatave këtu të pranishëm, cilëve ju uroj me gjithë zemër gëzuar vitin e ri 2013, shëndet në familje dhe padyshim sukses.
Dëshiroj të falenderoj në mënyrë shumë posaçme gratë dhe vajzat e Partisë Socialiste të Tiranës. Gratë dhe vajzat që i dhanë jetë edhe forumit gruas, i falenderoj të gjitha për të gjitha përpjekjet që kanë bërë dhe kam shumë besim se do vazhdojnë në rrugën e nisur, sepse sa më shumë gra dhe vajza ne të kemi në 23 qershor në përpjekjen për të nxjerrë çdo vot nga shtëpia dhe për të numëruar ashtu siç duhet çdo vot të hedhur në kuti, aq më e thellë do jetë fitoria jonë në 23 qershorit. Do doja të falenderoja po ashtu të reja dhe të rinj e Forumit Rinor Eurosocialist të Tiranës dhe një përshëndetje veçantë për të gjithë ata. Ka qenë një vit shumë i mbar për Forumin Rinor dhe jam i bindur se janë hedhur bazat solide për një finalizim të një përpjekjeje të nisur me suksesin e zgjedhjeve të 23 qershorit. Faleminderit gjithëve dhe suksese. Do doja të falenderoja po ashtu edhe të gjitha aleatët tanë. Aleatët tanë shumë të çmuar, cilët janë një vlerë e shtuar në koalicionin ton opozitar, kanë një rol shumë të rëndësishëm në pluralizmin e zërave të koalicionit dhe po ashtu janë edhe miq dhe kolegë shumë të vlefshëm me cilët kemi ndarë ditë vështira dhe jam i bindur se do të ndajmë dhe ditën e madhe të fitores së vitit 2013. Do doja të falenderoja po ashtu në mënyrë të posaçme edhe të gjithë ata që pavarësisht se nuk janë sot në vijën e parë, vazhdojnë të kontribuojnë për Partinë Socialiste këtu në Tiranë, ashtu si në gjithë Shqipërinë, dhe do doja të veçoja në mënyrë të veçantë duke uruar gëzuar vitin e ri një miku, një kolegu, një personi për cilin ruaj respektin dhe afeksionin tim më të posaçëm, Musa Ulqinin. E veçoja Musajin për përshëndetur përmes Musajit edhe të gjithë tjerët që kanë dhënë shumë për Partinë Socialiste dhe asnjëherë nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë të ndihmojnë dhe të japin mbështetjen e tyre kudo ku u kërkohet pa asnjë ngurrim dhe me modestinë më shëmbullore. Dhe sfundi do doja të falenderoja bashkë me kryetarin historik të Partisë Socialiste të Tiranës edhe kryetarin aktual të Partisë Socialiste të Tiranës, Sajmir Tahiri, i cili po bën një punë shumë të mirë dhe ka filluar andej nga duhet duke zgjedhur njerëz të dur për të bërë punë e dur. Ju uroj edhe Sajmir të gëzuar edhe shëndet dhe sukses, sepse besoj që Tirana do t'jetë lokomotiva e fitores sonë të vitit 2013. Dhe pas këtyre falenderimeve, më lejoni që përmes gjithëve ju të falenderoj të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, gjithë mbështetësit, gjithë simpatizantët tanë, kudo ku ndodhen, edhe nëpërmjet atyre kryetarëve të partisë që kanë ardhur nga rrethet në këtë festë, të ftuar nga Partia Socialiste e Tiranës, për të përfaqësuar antarësinë e tyre, të cilëve uroj po ashtu gëzuar vitin e ri, uroj po ashtu që të mos u shterojnë energjitë dhe të mos u soset durimi për të shkuar deri në fund dhe për të garantuar fitoren e domosdoshme që nuk i duhet thjesht Partisë Socialiste, po i duhet Shqipërisë për të kthyer vështrimin nga Europa ashtu siç ne kemi parafituar
në rrugën e ndërtimit një Shqipërie si gjithë Europa këtu në vendin tonë.